Drejtori i inspektorateve në Prizren Islam Okimeri sot duke folur për angazhimin që po bën kjo drejtori, tha se ne si drejtori në të trija sektorët e veprimit që i kemi po punojmë në shërbim të vetë të qytetarëve. Ai me këtë rast tha se inspektorët janë dhe vazhdojnë të jenë në kryerje të detyrave, kurse sa i përket të shishit tashmë të njohur Shadërvan, ai tregon se atjeve që kanë kryer shënjezimin se deri ku mund të shërbejen lokalet me tavolina e karike dhe se për hapësirën publike ata do të paguajnë taks komunale. Si që dini, Shadërvani është një projekt që ka filluar duke bërë renovimi dhe ndërtimi dhe gjithë infrastrukturës së Shadërvanit dhe ne si inspektoriat kemi asistuar drejtorinë shërbime publike dhe gjitha drejtoritë tjera që kanë akter të kyçën në këtë projekt. Dhe ne më përfundimin e Shadërvanit kemi filluar dhe të bëjmë edhe shënzimin e hapësira publike ku kanë të drejtë të shfrytëzojnë kafeteritë në Shadërvan. Është bërë shënzimi dhe ato lokale që shfrytëzojnë hapësirat publike kanë më pajisë me leje nga drejtoria e urbanizmit dhe do të paguhet taks për shfrytëzimin e asaj hapësire publike dhe ne si inspektoriat do të inspektojmë që janë duke shfrytëzuar dhe janë duke respektuar shënzimin kur është bërë në bazë drejtorisë së urbanizmit kur është bërë shënzimi i hapësirave publike që a janë duke shfrytëzuar dhe janë të respektuar atë shënzim dhe atë leje që kanë marrë nga drejtoria e urbanizmit. Dhe nga mediumi juaj duhet të apeloj të gjithë ata që shfrytëzojnë hapësirat publike në Shadërvan dhe kudo kohë tjetër dhe që janë të pajisur me leje të respektojnë sipas lejes shfrytëzimin e hapësirave publike. Në të kundërtën, ne si inspektoriat, si inspektorat komunal, do të inspektojmë dhe nuk do të kemi as pak tolerancë të gjithë atyre që nuk respektojnë lejen e urbanizmit që ka të drejtën për shfrytëzimin e hapësirave publike. Po veç Shadërvanit tash është në përfundim të faktikisht mesi Shadërvanit ku shfrytëzohen dhe ku është shëtitoria është vetëm në përfundim të projektit, faktikisht duke përfunduar projekt që është nisur, ka edhe rrugë tjera që do të përfundojnë dhe do të fillojnë të punohen, por kjo pjesë kryesore, qendra kryesore ku shfrytëzohen për shëtitorë dhe për shfrytëzimin e hapësirave kafeteri që shfrytëzojnë hapësirat publike për vendosjen e tavolina, karrika dhe çadra, ne veç jemi në përfundim të dhënies së lejes nga drejtoria e urbanizmit dhe në momentin që do të pajisim me leje oni ku e caktuar shumë shpejt do të pajisim me leje dhe me drejtën e taksës paguën që shfrytëzojnë hapësirën publike dhe në momentin që janë të pajisur të gjithë me leje ne do të inspektojmë dhe të gjithë ata që nuk e respektojnë ne do të vazhdojmë sipas detyrave dhe ligjeve në fuqi që i kemi. Jo, ne kemi vendosur që në Shadërvan në koordinim edhe me qendrën historike, faktikisht me QRTK dhe me drejtorinë e urbanizmit dhe drejtorinë e shërbimeve publike dhe inspektoriati kemi vendosur që të ketë një unifikim, faktikisht ketë njerë edhe orientimi i karrika dhe tavolina është caktuar në bazë metët katror sa të kenë të nevojshme të shfrytëzojnë atë hapësirë publike dhe çadra do të jenë sipas lagjeve dhe pjesëve të Shadërvanit, faktikisht lagja caktuar ka sheshi lidhjes apo Shadërvani apo rreth lumit Bistrica do të jenë të unifikuar edhe ngjyra. Janë 3 lloje të ngjyrave që kanë përcaktuar urbanizmi dhe që janë pranuar edhe nga QRTK-ja, nga qendra historike, dhe do të ketë unifikim edhe të çadra, edhe të hapësira, edhe renditja tavolinave dhe karrikave do të jetë mbas lejet që janë përcaktuar nga urbanizmi. Dhe ne si inspektoriat do të inspektojmë momentin që të përfundojnë gjitha procedurat, të gjitha vendimet, të gjitha lejet që do të mirën nga urbanizmi për shfrytëzimin e hapësirave publike, për tavolina, karrika dhe për çadra, ne si inspektorat do të inspektojmë dhe do të respektohet në përpikmëri çdo vendim edhe çdo leje që është shuar nga urbanizmi dhe nuk do të ketë tolerancë të gjithë ata që nuk e respektojnë lejet e urbanizmit. Derisa i ka theksuar se po kështu drejtoria e inspektorateve është vazhdimisht në lirimin e hapësirave publike si dhe trotuareve, duke veçuar edhe punën e treguar në lagjen Ortakoll si dhe në rrethin e Unazës dhe në çdo hapësirë publike. Ne kemi vazhduar vitin e kaluar, kemi larguar gjitha konstruksionet që janë mbi 56 apo 58 konstruksionet që janë larguar në gjithë qytetin dhe akter kryesor ka qenë faktikisht Ortakolli dhe Shadërvani dhe gjitha Unaza qytetit, por aksioni nuk është përfunduar, aksioni është duke vazhduar dhe sidomos në ato pjesë ku i kemi larguar dhe ne nuk do të tolerojmë asnjëherë me asnjë variant që të rikthehen ato konstruksione. Ne veç nga java tjetër do të mirret një aksion që të vazhdoj të inspektohet dhe të gjithë ata që mendojnë t'i rikthejnë apo në çdo rast kanë rikthyer një pjesë vogël të konstruksioneve, do të xhobiten dhe do të hiqen më një herë ato, do të ketë tolerancë gjatë vendosjes së konstruksioneve. Jo vetëm në Ortakoll, por në gjithë qytetin. Në drejtorinë tonë faktikisht çdo vit janë thuaj të ngjashme punët tona, janë të përditshme, por këtë vit, sikur vitet paraprake, do të vazhdohet me lirimin e gjithë hapësirave publike. Në do të ketë më pengesa për lëvizjen e qytetarëve apo të shfrytëzohen të gjithë ato hapësira për individët e caktuar, po do të jetë për gjithë qytetarët.
Gjitha ndërtimet e larta dhe të ulta që janë të ndërtuara legalisht do të veprohen gjitha ligjet që janë të përcaktuara dhe do t'i rënojmë ato që janë ndërtuara pa leje dhe do të ndërpresim gjitha ato ndërtime që nuk janë të pajisur me leje, kanë filluar të ndërtohen dhe në momentin që nuk janë të pajisur me leje, ne do të ndërprejmë dhe do t'i udhëzojmë të pajisen me leje në urbanizëm, në të kundërtën do të pasojnë gjoba dhe rënime sipas ligjit në fuqi. Kurse mesazhi i drejtorit Ukimeri është se bashkëpunimi ynë me qytetarët është dhe do të jetë për një punë në interes përveç qytetarët e këtij qyteti.